Enti rregullatori i energjisë ka nisur procedurat për ndryshimin e rregullores që përcakton standardet e cilësisë së furnizimit dhe sigurisë në rrjetin e transmetimit të energjisë elektrike. Vendimi vjen pas kërkesës së Kuvendit dhe monitorimit të performancës së operatorit të sistemit të transmetimit gjatë viteve të fundit. Në draft propozimin e ri, disa prej treguesve kryesor pësojnë ndryshime të ndjeshme. Koha mesatare e ndërprerjes parashikohet të ulet nga 35 minuta në 25.96 minuta. Energjia e pafurnizuar nga 467 MWh në 365.99 MWh, ndërsa treguesi Saidi që matko zgjatjen mesatare të ndërprerjeve për konsumator pritet të ulet nga 100 minuta në 39.48 minuta. Ndërkohë, sipas propozimit, çdo 3 vjet ere do kryej një rishikim të plotë të standardeve në varësi të performancës së rrjetit dhe kërkesave ligjore. Rregulloria e re parashikon gjithashtu harmonizimin e niveleve të tensionit me kodin e transmetimit të miratuar në vitin 2022, duke i parafruar ato me standardet evropiane. Ere bën të ditur se monitorimet e kryera gjatë vitit 2024 dhe 9 mujorit të parë të vitit 2025 tregojnë një ulje të vazhdueshme të ndërprerjeve të furnizimit. Gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti, treguesi Saidi ra në 6.78 minuta nga 18.19 minuta në të njëjtën periudhë të një viti më parë.